Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Për cilët nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dhe është hadithi i radhës në libri Umdatul Ahkam të kapitulli namazit dhe tema e safeve, se një herë gjyshja e tij, e cila quhej Mulejke, e ftoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një ushqim apo për të ngrënë një ushqim që ajo ishte përgatitur për të. Pra, për darkë apo për drejtë, siç i themi ne. Profeti alayhi salatu wassalam hëngri, më pas tha: "Ejani apo ngriuni që të falem për ju." Dhe kuptimi për ju është që të falem me ju. Se namazi bëhet për hir të Allahut, nuk është tu çështja. Por që të falem, pra që ju të keni mirësinë të faleni me mua në shtëpinë tuaj. Ky është kuptimi. Dhe vazhdon tregimin e Enesi, radhiyallahu ta'ala anhu, dhe thot: unë ngrita, thot, të marr një rogos tonin, i cili ishte nxirr nga përdorimi i shpesht, nga përdorimi i madh. Qëllimi me rogos tu, janë ato rogos që bëhen me thupra apo me kasht, ndërsa këtu në hadith është, keni parasysh gjethet e palmave apo hurmave arabike, që kanë si bisht, ato fije që kanë gjethe fije, pra hiqen ato nga gjetja, thahen e tjerë dhe thuren me njëra tjetrën dhe bëhet rogos. Ky është kuptimi. Në thotë Enesi radhiyallahu anhu, ishte nxirr nga përdorimi i shpesht dhe i gjatë. Dhe kjo tregon dhe varfërinë e sahabëve të profetit alayhi salatu wasallam, jetën e tyre të thjeshtë, por ishin të pasur në zemrat e tyre, në moralin e tyre. Dhe e spërkata me ujë. Pse e spërkata Enesi radhiyallahu ta'ala anhu me ujë? Në mënyrë që ta bënte më të lëmuar, dhe ato qime që mund të ishin ngritë, se ndonjëherë disa qime me kalimin e kohës dalin, apo fije, themi më mirë qime, fije dalin nga thurja dhe mund ta bezdisin, mund ta shpojnë njeriu që ecën apo ulet apo falet mbi të. Prandaj Enesi radhiyallahu anhu nxitoi që ta spërkasë me ujë, që të bëhej edhe më i lëmuar, por edhe nëse kishte diçka të tillë, të bëhej but apo të ulej. Pastaj dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngrit, u bë gati, mori pozicionin e tij për të falur, ndërsa unë dhe jetimi qëndruan pas tij, ndërsa e moshuara, pra gjyshja e Enesit, që e ftoi profetin alayhis salam, qëndroi pas nesh. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam fali 2 rekate dhe më pas u largua. Ky është një hadith me plot dobi. Kjo ndodhi. Një ndodhi ndërmjet të dërguarit më të mirë ndër të gjithë profetët që ka sjellë Allahu dhe disa prej sahabëve të tij. Fillimisht thotë Enesi radhiyallahu anhu, gjyshja ime që quhej Mulejke, e ftoi të dërguarin e Allahut për një vart buk, le të themi, për një ushqim që ishte përgatitur, për të ngrënë ushqim që ishte përgatitur për të. Pse përmendi Enesi radhiyallahu ta'ala anhu emrin e gjyshes? Sepse çdo njeri ka 2 gjyshe, një nga ana e babait dhe një nga ana e nënës, dhe me qëllim që të kuptojë se për cilën gjyshe bëj fjalë, atë nga babaja apo nga nëna, përmendi emrin. Dhe unë harrova ta kontrolloj se kjo gjyshe e Enesit, Mulejke, kjo sahabe nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte nga babaja apo nga nëna e tij. Harrova ta kontrolloja. E ftoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një ushqim që e përgatiti entras për të. Gruaja fton burrin. Një grua e huaj
fton një burr, e huaj për këtë burrin, që në rastin konkret është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, në shtëpinë e saj për një vakt ushqim. Lind pyetja, na lejohet ne ta bëjmë diçka të tillë ose gratë ta bëjnë diçka të tillë sot? Thon dietarët se kjo nuk është në çdo rast dhe në mënyrë të përgjithshme. Por këtu bëhet fjalë ose ftesa në raste të tilla lejohet në një grua t'i drejtohet personave që janë prijes fetar, pra prijes të mëdhenj fetar, me fjalë referenca, udhëheqës dhe për të cilëve nuk pritet dhe nuk mendohet që mund të bëjnë fitne. Por jo se është edhe kuptimi që të jenë të veçuar, sepse në këtë rast nuk ishte e veçuar kjo e moshuar. Pra, kishte disa detaje që bëjnë të qartë se një ftesë e tillë lejote para mosha, e moshuar. E dyta ftoi imamin e njerëzimit, Muhamedit alayhis salatu wassalam. Njeriu që ishte më shumë frikë Allahut se çdo kush tjetër. Dhe që Allahu subhanahu wa taala ishte ruajtur nga gjunafet e mëdha. Nuk binte në gjunafe të mëdha. Jo se ai dëshironte, por Allahu i kishte dhënë iman të tillë, frikë të tillë që ai nuk e mendonte kurrë diçka të tillë. Pra ishte i mbrojt nga fitnet. Nuk mund bëhej fitne. Dhe kishte njerëz të tjerë, ishte Enesi radhiyallahu ta'ala anhu. Ishte dhe jetimi. Dhe thotë autori, përmend jetimi thotë është Dumer, gjyshi Husein ibn Abdullah ibn Dumeira. Çfarë ishte emri? Jetimi, Dumer. Ishte emri Dumera. Prandaj, nëse do të themi që me që sahabja Mulejtja e ftoi profetin alayhis salatu wasallam në shtëpitë e saj për darkë apo për drekë, atëherë mund t'i lejohet që gruaja, kjo është gabim të mendohet në këtë mënyrë hadithi. Sepse kjo do t'i hapte portën një fesadi të madh pastaj. Pra, çdo gruaja t'i lindë dëshira, të ftonte dikën, një burr të huaj për të, pra që nuk e ka baba, nuk e ka vëlla, nuk e ka xhaxha, nuk e ka daj e tjerë, dhe ta ftonte në shtëpi dhe çu ka bërë profeti alayhis salam dhe çu do të bëjnë. Ja, nuk duhen kuptuar kështu. Prandaj është e nevojshme që përpara se të shpjegojmë një ajet, një hadith, duhet të dimë çfarë kanë thënë dietarët. Duhet të bazohemi tek dietarët. Dhe hëngri, thotë Enesi, hëngri profeti alayhis salatu wassalam. Dhe më pas tha, ejani apo ngriuni të falem për ju, pra që të keni mirësinë të faleni me mua, apo të keni në shtëpinë tuaj një vend ku jam falur unë. Sepse dihet që trupi i profetit alayhis salatu wassalam ishte i bereqetshëm nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla ishte dhënë bereqet. Pra kishte veçori që si kishin trupat e tjerë të njerëzve. Gjatë kohës që ai sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë. Siç mblidhnin djersën e profetit alayhis salatu wassalam, sepse kishte aromë të mirë se miskru. Ishte veçantë. Apo qimet e mjekërës së profetit alayhis salatu wassalam apo të florëve të tij ishin të bereqetshme, kishin veti kuruese. Kjo nga bereqeti që i kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala trupit të profetit alayhis salatu wassalam. Apo kur sahabët lindin fëmijë të vegjël, lindin fëmijë, se normalisht i vogël fëmia, lindin fëmijë, me një herë i dërgonin te profeti alayhis salatu wassalam, i cili merrte një hurmë, e bluante pak në grojën e tij dhe nga ajo e bluar vinte pak me disht, fuste pak te groja e foshnjës. Pse e para që gjëja e parë që merrte nga kjo botë ishte pështyma e bereqetshme e profetit alayhis salatu wassalam. Dhe ëmbëlsia e hurmës. Por kjo është e veçantë vetëm për të, nuk lejohet dikush siç ndodh tek sufistët që e bëjnë të gjë me shehlerët e tyre, me imamët e tyre. Japin bereqet, pretendojnë se kanë bereqet. Dhe i bështyn ai në surrat gjithëve. Janë sekuenca që i kanë parë vetë. Jo vetëm kaq vëllezër.
Po vallahi nuk po gënjej kur i them se edhe ja shitin ja hajnë. Kjo është ignoranca. Kur shmandesh nga feja e vërtet, nga Islami i vërtet, shiku të çon shejtani. Të hash ja shitjen e tjetrit. Dhe i tishe për nder. Audhu billah. Bidati tu të çon. Bidati, devijimi në fe, tu të çon, në këto lloj ekstremizmash. Pa po qoftë dhe pështymat, pështyn ai në fytyrë dhe aty forron fytyrën, mora bereqet prej tij. Goja ti pa dhënë fare. Edhe është po merr bereqet prej tij, Allahu na ruaj. Kjo është e veçantë. Sepse sahabët nuk e bën këtë gjë me njëri tjetrin. Sahabët nuk e bën me Abu Bekrin, që ishte më i miri. Pas Abu Bekrit nuk e bën me Umerin, nuk e bën me Uthmanin, dhe as me Alin, dhe as me dikën tjetër, dhe as tabiinët me sahabët. Gjë që tregon që ndroi jetë profeti alayhis salatu wassalam, u mbyll kjo portë. Dhe nuk ka sot sa ditë ndonjë send të trashëguar nga profeti alayhis salatu wassalam, siç pretendohet në disa muze. Jo shkopi i profetit alayhis salam, jo xhybja e tij, jo çallma e tij, jo sandalet e tij alayhis salatu wassalam. Janë gënjeshtra, s'ka gjë të vërtetë. Apo qimi ati, janë gënjeshtra. Janë gënjeshtra, nuk ka asgjë të vërtetë. Janë sajesa të sufizëve, të cilët duan të kapen të këto gjëra. Pra nuk ka as diçka nga trupi i tij dhe as ndonjë send të tij. Të vërtetë se çu pretendime rrena rasa dush, ku si gjen. Por të vërtetë dhe të bazuar në argumente dhe në fakte nuk ka. Dhe shihni këtu mençurinë dhe pjekurinë njëkohësisht dhe zgjuarsinë e Enesit radhiyallahu ta'ala anhu. Kur profeti alayhis salatu wasalam tha, "Ejani të falemi bashkë", nxitoi të merrte një rrogos. Nuk priti t'i thot njëri. Dhe rrogozin nuk e mori se toka ishte pis. Jo. Por në shenjë respekti për profetin alayhis salatu wasalam, por edhe për mikun, në mënyrë që mos falej në tokë, gjë që tregon se ata shtëpia e tyre ishte tokë. Se po të kishte një rrogoz apo një qilim, nuk do të ishte nevoja të merrte rrogoz që ta vinte mbi qilim apo mbi rrogozin tjetër. Ja. Por ishte tokë, pra shihni sa të varfër dhe të thjesht ishin sahabët radhiyallahu ta'ala anhum në jetesën e tyre, të varfër. Derisa Allah subhanahu wa ta'ala më pas I hapi portat e mirësive të tij. Dhe ai rrogoz që ishin ishte I vjetër, pra si ishte në gjendje të mirë. Si ishte I ri, nuk ishte I rregullt. Por ishte nxirr, thotë Enesi radhiyallahu ta'ala. Ishte nxirr dhe fije kishte dalë. Dhe me esperkat e Enesi, pra djali I vogël punëtor, se Enesi ishte I vogël. Ishte punëtor Enesi radhiyallahu ta'ala. I papërtueshëm për të shërbyer profetit alayhis salatu wassalam. I mençur, nuk prisi t'i thonte dikush. Ndryshe nga fëmijët tanë sot, që se kanë haberin si duhet sillen me mysafirin. Se dhe brezat e parë nga në, po edhe ne vetë, kemi pas tjetër, sillen me mysafirin atë shkanë në fëmijët tanë sot. Pra nuk uleshim më parë, nuk uleshim në tavolinë me mysafirin, mbani mend apo jo? Në shenjë respekti fëmijët, ja. Tavolinë burrash, të mëdhenj, ata uleshin. Sepse dora e fëmijës apo mund të shkojë apo syri I fëmijës mund të shtriti diçka që është e veçantë për mysafirin dhe jo për tjerët. Dhe ai do të zihet ngushtë mysafiri pastaj. Kur shet se si fëmia në një mënyrë me fjalë apo me veprim apo me shikime kërkon atë gjë. Ja. Edhe ishim të varfër të gjithë atëherë. Të gjithë të varfër ishim atëherë. Dhe kjo është edhe një nga arsyet që prindërit nuk na vinin në tavolinë me mysafirët. Në mënyrë që të hante I qenë mysafir për respekt vëllezër. Edukat. Sot Allahu na ruaj. Esperkati me ujë. Prandaj edhe kur të vjen një mysafir në shtëpi, prej fesë është men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Thot profeti alayhis salam kush e beson Allahun dhe ditën e fundit ta nderoj mysafirin e tij. Edhe kur vjen mysafiri, dhe ti e di që ai do të vi, pra nuk është vizitë e papritur. Edhe kemi fal për të gjetë tek shpjegimi Adabul Mufrad, librit Adabul Mufrad.
pastroje shtëpinë, rregulloje shtëpinë, përgatit diçka të mirë, nga gjërat që konsumon, hahen apo pijet e mira për mysafirin. Të ketë diçka që e quan apo e plotson atë që quhet mikpritje, respekt, nderim, sepse mbi të gjitha është fe. Nëse e bën për hir të Allahut dhe në mënyrën e duhur, ti morë shpërblime. Ta quajti mysafirit të gjë, ta vlerësoj apo jo, as mos e vrit menjë. Mjafton që e vlerësoj i gjithë pushtetshmi Zoti Bujar. Mjafton për ty gjë. Dhe thot më pas Enesi, unë dhe jetimi qëndruan pas profetit alayhis salatu wassalam. Pra ishin 3 meshkuj dhe 1 grua. Qëndruan pas profetit alayhis salatu wassalam dhe e moshuara pas nesh. Këtu nuk i tha emrin Enesi, po tha e moshuara. Gjë që tregon se lejohet që ta përmendësh diçka me një emër apo cilësi që mund të tregojë edhe mangësi. Kur kjo nuk përdoret për ofendim dhe kur tjetri e pranon këtë gjë. Edhe nuk kemi për qëllim këtu shprehet që djemt e rritur i thon prindërve plaku, plaka, ja, kjo s'është, nuk hyn kjo këtu. Nuk është respekt dhe nuk është nderim, por sepse gjithashtu lejohet edhe në raste të tjera, për shembull do të gjejmë tek transmetuesit e haditheve persona që përmenden për një mangësi fizike. Çalamani, për shembull. Pse kjo gjë? Nuk është për ofendim, por për ta dalluar të person nga një apo disa persona të tjerë që kanë pasur të njëjtin emër të tij dhe të babait të tij dhe si babait të tij kanë jetuar në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Kjo i duhet dietarëve të hadithit ta dallojnë, për kë bëhet fjalë për të apo për të apo për të. I njëjti emër, i njëjti vend ku kanë jetuar, e njëjta kohë. Sepse duhet ditur konkretisht cili person është në mënyrë që të jepet gjykimi për hadithin pastaj. I sarti dobët e tjerë. Në rast të tilla lejohet. Pra, mund ta përmendësh edhe emrin e tij, por edhe për të treguar për shembull filani janë 2. Me një filani, po jo ai tjetri, po ai që çalon. Pra përmend për shembull Adim filani Çalamani. Me jesimi këtu Adim, Çalamani. Lejohet kjo gjë, sepse qëllimi nuk është ofendimi, por thjesht identifikimi. Identifikimi i apo dallimi i njërit nga tjetri. Dhe moshuara thot pas nesh. Gjë që tregon së pari çfarë tha Enesi, unë dhe jetimi. Kush quhet jetim në Islam? Ai që s'ka hyrë akoma në pubertet, që i ka vdekur baba, jo nëna. Në gjykimin fetar Islam, jetim quhet ai që i ka vdekur babai dhe jo nëna. Pra, nëse ka babai dhe i ka vdekur nëna, nuk quhet jetim. Është fëmijë i lënduar normalisht. Është fëmijë që duhet i kërkon përkushtim, kërkon përkujdesje, mëshirë ndaj tij, se ka humbur njeriu e dashur, të shtrenjtë. Por në gjykimin fetar që quhet jetim dhe prej këtij termi rrjedhin pasaj ligje, rregulla fetare, quhet vetëm ai që i ka vdekur babai dhe kur hyn në pubertet quhet i rritur. Nuk ka më gjykimet e jetimit. Dhe fjala e jetim është nga arabishtja. Faqumtu ana ul yatim, thotë Enesi. Është fjala arabe kjo, jetim. Nga fjala yutme. Yutme që ka kuptimin e fillikatit. Dhe jetim, pse përmendëm këtë? Sepse pra ky ishte i vogël. Gjë që tregon se lejohet dhe është i saktë safi nëse ndërmjet apo një pjesë e safit janë fëmijë të vegjël. Flasim vegjël që rrin këmbë, jo foshnja, që mund të lëvizin e tjera, fëmijë që rrin në këmbë. Sepse jetimin të rast u ngrit. Pra ishte në gjendje të falej, bën të rukun, secën, pra ishte disi i rritur. Edhe pse s'ishte hyrë në pubertet, në moshën e pjekurisë, por prap i dallonte gjërat. Ishte i rritur. Është i saktë. Pra dhe quhet xhamat. Të
Ta dy ishin me profetin alayhis salam ishin xhamat. Ndërsa e moshuara, edhe pse ishte gjyshja e Enesit, mbrapa. Gjë që tregon se në çdo rast gruaja qëndron pas safeve të burrave. Edhe nëse janë familjarët e saj, nuk duhet të ri në të njëjtin saf. Thot profeti alayhis salam, khairu sufufi rijal awwaluha wa sharruha akhiruha. Safet më të mirë të burrave janë safet e parë dhe më të këqijt ata më mbrapa, sepse kanë më pak shpërblim. Wa khairu sufufi nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Ndërsa safet më të mira për gratë janë ato të fundmit. Pra nëse janë 4-5 safe grash, kush janë më të mira? I 4, i 5, i 6? Ja. I 6, pastaj 5, pastaj 4. Sepse janë më larg shikimi të burrave. Gjë që tregon dhe ky hadith ndër të tjera është edhe argument që mbështet rregullin se nuk lejohet përzierja e meshkujve me gratë, përzierja e meshkujt me femrat. E huaj, kur janë të huaj për njëri tjetrin, nuk lejohet. Për shembull, në një vend islam ku gjykohet me ligjin e Allahut, i kanë veç spitalet e burrave, veç spitalet e grave, edhe stafi përbëhet nga gratë, të burrat përbëhet nga burra, por çu dhe shkollat, pra janë veç shkollat e grave, kopshtet e femrave janë veç, kopshtet dhe shkollat e meshkujve janë veç. Dhe realisht vëllezër, sipas disa studimeve që kam lexuar, shkollat më të suksesshme në botë historikisht kanë qenë shkollat ku nuk janë përzierë gjinit. Sepse dihet, bashosh barutin me zjarrin, çfarë ndodh thosë? Ato thonë mos e shif me atë sy, po shife me synin e shoqes e motrës. Nuk ka shoqëri ndërmjet një mashkull dhe një femre. Në një moment apo tjetër do i shpreh menja për gjën e keqe. Harrojat mohabet. Nuk mund të ketë vëlla motër, në një bank, në një klas, në një zyrë e tjerë edhe mos i shpreh menja të keqe, Allahu na ruaj. Vetëm pasaj në qoftë se si e mashkull dhe një. Që tjetë femra e sigurt. Ja, gjë tjetër pasaj. Po ne po flasim për njerëz që janë natyrshëm. Që i transmet si që ka kriju Allahu. Edhe se ka ne i shu që ka një pra safet e grave janë gjithmonë mbrapa. Nuk lejohet që nëna për shembull falet bashorti me fëmijët dhe gruan e tij, gruaja të vjet në saf me fëmijët, meshkuj. Jo. Por qëndron mbrapa. Qëndron mbrapa. Dhe gjithashtu ky është hadith që tregon edhe për parsinë që ka burri ndaj gruas. Dhe kjo përparësi nuk është për të ngritur njërin dhe për të përçmuar tjetrin. Jo. Por për t'i dhënë hakun gjithkujt. Sepse një nga ato luftrat e mëdhaja të fikrit, të mendimit që bëhet sot, është thirrja për barazi ndërmjet meshkujve dhe femrave. Kjo është e gabuar. Ne të gjithë jemi koshient që burri ka cilësi veçori që si ka femra dhe femra ka cilësi dhe veçori që si ka mashkulli. Atëherë si mund t'i bëjnë barabartë të dy të ndryshëm? Nuk mund bëhen të barabartë. Burri ka atë forcën fizike, por ka dhe forcën e mendimit. Është më i arsyeshëm, më i pjekur, më i mençur. Kjo është përgjithësi, edhe pse ndonjëherë mund të qellojë ndonjë grua më e mirë, më e pjekur se shumë burra. Te raste të veçanta. Por ne flasim në përgjithësi dhe ligjet fetare janë në përgjithësi, për përgjithësinë. Dhe prandaj Allah subhanahu wa taala e ngriti burrin dhe në të njëjtën kohë e urdhëroi që të përkujdeset për të dobtën gruan. E urdhëroi të përkujdeset. Dhe jo të abuzoj me të rëndoj atë. Profeti alayhis salam në fund të jetës së tij kur la amanetet, çfarë tha? As-salatu ma malakat aymanukum. Namazi, fal namazin dhe kujdes për ato që i keni nën autoritetin tuaj. Ndërto janë gratë. Dhe në hadith thot fattaqullaha fi nisa, keni frikë Allahun për gratë. Pra do jepni llogari të fortë tek Allahu për gratë.
nënat, motrat, gratë tuaja, bijat tuaja, do të jemi llogari. Sepse Allahu ju dha përparësi si meshkuj, por në të njëjtën kohë, me ato vlera që ju ngritin mbi gratë, ju urdhëroj që të përkujdeseni për ta. Që sa i bukur është Islami. Islami është fe e bukur. Jo si dalin sot, dalin gratë pastaj në ato protestat e veta me tabela, s'dua të bëj punë të shtëpisë. Pse grua është ja që ti shërbej burrit, ti shërbej fëmijëve, e quan sllavarim? Po e mirë, shërbej shefit e zyra pra. Shërbej shefit e zyra, se kujdeset ai për ty. S'dua të bëj punë të shtëpisë, s'dua të laj rrobe. Subhanallahu. Po mi ti nxjerrësh fëmijët e qelbët? Ja. Prandaj Allah subhanahu wa taala urdhëroi burrin që të edhe ngarkoi burrit përgjegjësinë për rrezikun e familjes. Dhe gruas ambientin e shtëpisë. O qarne fi buyutikum, qëndroni në shtëpia tuaja. Dhe ç'është më e keqja sot, ka disa motra muslimane që pa pasur nevojë të punojnë, pra kanë mirëqenie, dalin në punë. Sepse e quan qëndrimin në shtëpi si të padobishëm. Jo, subhanallahu. Si ti shërbesh bashortit, ti shërbesh fëmijëve tu, ta mbash ambientin shtëpiar të pastër, ta mbash veten tënde larg syve të meshkujve, qentra diçka e rënd, diçka e dëmshme, diçka e keqe, por qentra e mirë pra. Trish, komunikosh me lloj meshkujsh, ti lesh mandrët pastaj punë të shtëpisë, sepse pastaj është mbi ndarkesë. Ti kërkosh kësaj gruaje, edhe kujdeset për shtëpinë, kujdeset për fëmijët e tjerë. Apo jo? Janë të ndame. Janë të ndame, i ka nda Allahu subhanahu wa taala. Pavarësisht se sot kemi disa raste të veçanta ku nga pamundësia, disa vëllezër janë të detyruar ta nxjerrin e bashortën në punë. Apo gruaja punon dhe burri s'pa arrin dot gjej punë. Po themi për burrin demel. Që ha me lekë të gruas. Jo. Po themi për burra që kërkojnë punë, po nuk po gjejnë. Atëherë, një burr i tillë do të kujdesi që të për punë të shtëpisë, që t'ia lehtësoj pak barrën gruas. Por jo gruaja ta marrë si kapital pastaj, edhe unë si janë lehtë dhe bëj unë ligjin tani. Ja, kjo nuk shkon. Dhe asën mund t'jenë të barabartë. Pra, dhe është e pamundur që në një çështje ku nuk bien dakord, ato thonë duhet të jenë barabartë, edhe burri dhe gruaja në shtëpi. Po mirë, po për ato çështje që nuk bien dakord, mendimi kujt do merret? Se i barabartë nuk ndahet dot. Kujt do merret? Ka disa shtete që janë me përparësi mendimit gruas. Në Itali për shembull është shumë e thelbësuar, gruaja ka peshë mbi burrin. Në Itali. Fjala e gruas është ligj. Jo, në Itali nuk e di, po në Itali është e thelbësuar kjo gjë. E rëndësishme, themi tek hadithi jon. Nga dobit e hadithit, nderimi i madh që i bënin sahabët profetit alayhis salatu wassalam. Gjithkush prej tyre dëshironte që ta kishte profetin alayhis salatu wassalam në shtëpinë e tij. Dhe gjithkush dëshironte ta nderonte, ta kënaqte profetin alayhis salatu wassalam dhe ftonte me ato që kishte mundësi. Dhe në të njëjtën kohë del në pa thjeshtësia, modestia, përzemërsia e profetit alayhis salatu wassalam që i përgjigjej ftesës së gjithkujt. Sepse Enesi dhe familjet i gjyqet ishin të varfër, pra shihni çfarë robrozit ishin, rrinin tokë. Robrozën që ishin të vjetër. Si mund të ishte ushqimi i tyre? Ushqim i thjesht. Nuk pretendon një ushqim mbretëror, apo një ushqim pasanilësh. Ja, ushqim i thjesht. E megjithatë profeti alayhis salatu wassalam i përgjigjej gjithëve. Edhe pse ishte i pari i shtetit, imami pejgamberëve, më i dashur te Allahu, më i famshëm në dynjë dhe në ahiret. Më i famshëm njeri, sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjej. Prandaj edhe ai që ka një post, ka një detyrë të rëndësishme e tjerë, nuk duhet ta përçmojë një pjesë të njerëzve që i kanë në autoritetin apo përgjegjësinë e tij dhe pjesën tjetër ta mbivlerësoj. Pra ti përgjigjet për shembull ftesës së të pasurve apo tri vetëm më të pasurit apo vetëm ata që kanë karrierë, pushtet, kredi e tjerë dhe besimtarët e thjeshtë
në vlerat e tyre, thjesht në ekonominë e tyre, të bëjë sikur si she apo të mos i përgjigjet ftesave që mund t'i vinë. Normalisht vëllezër, ne që jemi tek ftesa, përgjigjja ndaj ftesës ka raste që është vajxhib, ka raste që është e pëlqyeshme, ka raste që është edhe haram. Nëse janë ftesa për një sebeb, siç mund të jetë për një dasëm, për një akik, është obligim t'i përgjigjesh. Nëse janë ftesa pa ndonjë sebeb, thjesht dëshirë, është e pëlqyeshme t'i përgjigjesh. Saqë thon dietarët, edhe nëse je në agjërim nafile, e mira është ta prishësh atë agjërim, t'i japësh përparësi përgjigjes së ftesës në rastin kur mendon që refuzimi i ftesës mund të sjellë mëri dhe hatërmbetje te personi. Për shembull, ftoje ditë hane, ti agjeron të tente. Ti the jam agjerim vëlla s'vit datë e mirë. Haroj tenten. Ti vëlla jam prapë me agjerim datë. Lër agjerimin atë ditë. Përgjigju ftesës së tij, sepse kur refuzimi përsëritet, shejtani i bën veten dhe i fut mendim të keq atit. Nuk do ai të vitë ty. Nuk të nderon ai ty, të përçmon ai ty. Muslimani duhet jetë i mençur. Ti bëj diferencimin ndaj situatave, cila është më e mirë dhe cila është më pak e mira. Por mund të jetë edhe haram, kur në atë grosti ka harame, shërben pi alkolike e tjerë, harame që dihen, nuk lejohet. Nuk lejohet të përfshihesh në atë haram. Gjithashtu nga dobit e hadithit, mund të themi se profeti alayhi salatu wasalam i vizitonte sahabët e tij, siç e përmendëm diçka të tillë më parë. Dhe dobi tjetër që përmendin dietarët është se personi që i përgjigjet ftesës së dikujt duhet të ketë parasysh fillimisht dy gjëra. Duhet t'ia kujtoj vetes që të marrë shpërblim të madh kur i përgjigjet ftesës. Pra nëse dikush fton, o vëllezër, thotë, gjithë sa jeni për iftar ke mu. Mos jetë menja jonë, alhamdulillah, i ka lirë do bëj iftar të mirë. Ne menja aty në arë, ja, lërë të tash, se gjana dynjaja janë. I bargësh ai, i qitë rreja dhe irën, largohet ai ushqim. Por, ki parasysh kujtoj vetes dy gjëra. E para, do t'i përgjigjem ftesës sepse është sunnet. Udhëzimi i profetit alayhis salatu wasallam. Dhe në këtë rast ndoqe profetin alayhis salam morë shpërblim. E dyta është që të fitoj dashurinë e vëllait musliman. Ta respektoj atë. Pra ai më ftoi, unë e respektoj, i përgjigjem. Nëse ja kujton vetes këto dy gjëra, merr shpërblime të mëdha. Dhe jo të fokusohet muslimani tek ushqimi dhe harron këto dy detaje që janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu nuk duhet të kuptojmë nga ky hadith thon dietarët se nëse dikush ftohet në një vakt ushqim, në një grosti të tjetri, pas ngrënies së ushqimit duhet i thot familjarëve e janë të falem unë me ju tash. Ja, nuk është kjo gjë. Sepse kjo ishte veçantë për profetin alayhis salam, nga që ja ishte i bereqetshëm edhe në fizikun e tij. Jo vetëm në mesazhin, në fjalët e tij, por edhe në fizikun e tij. Prandaj nuk ligjësohet kjo gjë. Hajde tash të falemi. Por lejohet që i ftuari nëse duan të falin namaz, lejohet që i ftuarit i thotë të dalun imam, sepse profeti alayhis salam e bëri diçka të tillë. Pse kjo gjë? Sepse përparësore është që i zoti i shtëpisë duhet dalë imam. Thot profeti alayhis salam, "Ola yawmu ar-rajulu ar-rajula fi sultani." Nuk lejohet që një tjetër, që dikush të pri si imam një tjetër në sultanin e tij, pra në pushtetin, pronën, ambientin e tij. Por lejohet që kur ti e di për shembull që nuk lexojnë Kur'an mirë apo sapo ka mësuar namazin mund bëjnë ndonjë gabim, ose kur ti e di që ata ti zot bukur shumë dhe ata e pëlqejnë leximin e Kur'anit tënd, lejohet t'ia thush që edhe ata të kënaqen me namazin tënd për shkak të ndër të tjerë për shkak të zërit të bukur. Lejohet. Gjithashtu hadithi tregon se lejohet xhamati edhe në namazet nafile, sepse këtu kemi të bëjmë me namaz nafile, pasi farzin profeti alayhis salam e falte në xhami. Por jo të bëhet për herë.
thon dietarët. Si për shembull për herë. Falem në yatsin tani, themi, o vëllezër, çdo natë ose 5 herë në javë, 4 herë në javë, 3 herë në javë, sa në këto ditë, mas yatsis do falim nafile me xhamat. Jo të bëhet ndonjëherë lejohet, por jo të bëhet e vazhdueshme apo të bëhet e shpeshtë. Kjo ja. Sepse nuk është përcjell diçka e tillë nga profeti alayhi salatu wassalam. Gjithashtu hadithi tregon se me 3 veta arrihet xhamati. Profeti alayhi salam dhe 2 të tjerë brava edhe gruaja që ishte 4. Thonë dietarët se fillimisht në fillimet e para kur u ligjësua namazi me xhamat, pra imami, nëse ishin 3 vet, imami rrinte në mes të këtyre 2-ve. Pra jo para, siç është tani. Por njëri në të djathtë, tjetri në të majt. Rrinte një lloj me ta. Më pas u anullua ky rregull dhe u vendos që imami, nëse falet me 2 e sipër, qëndron përpara tyre. Del përpara tyre. Tjetër, çfarë më përmendi, fakti që Enesi radiallahu ta'ala anhu vuri apo shtroi rrogozin, këtë nuk e bëri se toka ishte e pisët. Toka ishte e pastër dhe nuk do të thotë që, sepse ishte ambient shtëpie, dhe nuk do të thotë që është prej sunetit apo është e pëlqyeshme apo lejohet që mbi tapetin që kemi të vëmë diçka tjetër. Sa herë falemi. Bile dietarët e konsiderojnë këtë gjë prej at-tanattur, ekstremizmit në fe. Ka persona që unë i kam pa dhe vetë, që sa herë vinë në xhami, jo se kanë problem me lërkurën e tyre, por për merak, nxjerrin një shami edhe që veni ku do vën ballin, shtrojnë shamin e tyre. Ja, nuk duhet të gjë. Edhe në shtëpi ku je, përderisa tapeti i shtëpisë është i pastër, falu mbi të. Apo përderisa tapeti nuk ka diçka që të shpërqendron ty, falu mbi të, lirshëm. Është e pastër. Dhe hadithi gjithashtu është kundërpërgjigje ndaj disa lloje të rafidave, shijave, të cilët çfarë bëjnë ta? Të cilët nuk bëjnë sejdë vetëm në tokë, nuk përdorin tapet. Apo vendin ku do të bëjnë sejdë e kanë pa tapet, e kanë tokë. Jo të gjithë rafidat e kanë të. Por ka disa ekstremistë, grupe ekstremiste për tyre, rryma ekstremiste për tyre që e kanë këtë gjë Dërë të tjera, hadithi tregon se kush ju bën, kujt i bëhet një e mirë, duhet ta kthejë atë me të mirë. Thot profeti alayhi salatu wasallam, "Man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu." Kujt nga ju i bëhet një e mirë, e ta shpërblej atë, pra ta kthej me të mirë. E nëse nuk gjeni me çfarë ta ktheni të mirën me të mirë, atëherë lutuni për të. Profeti alayhis salam uftua për të ngrënë dhe në shenjë mirënjohje ndaj kësaj familje u fal me ta. Dhe që ishin nga gjërat më dashura për ata, faleshin në shtëpinë e tyre me profetin alayhis salatu wassalam. Është nderim për atë shtëpi. Në këtë shtëpi është fali i dërguari i Allahut. Nder për atë shtëpi. Nëse nuk gjen, pra dikush të dhuron diçka, dhuroj dhe ti diçka. Të habu. Shkëmbeni dhurata që të duani, thot profeti alayhis salatu wasalam. Dhe nga suneti i tij është që kur dikush i dhuronte diçka, edhe profeti alayhis salam i jepte çat kishte. E nëse nuk gjeni, thot, atëherë lutuni për të. Thuaj Allahu ta shpërbleft. Dhe me këtë fjalë të përmbush. Allahu të shpërbleft. E përcolle të mirën me të mirë. Thotë autori, Allahu mëshiroft, ndërsa te Imam Muslimi, ky hadith tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Enesi, pra u fal me mua, me Enesin dhe me nënën e tij
mua më vendosi në të djatën e tij, ndërsa gruan, pra nënën e Enesit, të ëmën e Enesit, pas nesh. Pra këtu kemi ndryshe nga që përmendëm, se përmendeshin dy meshkuj, unë dhe jetimi, tha Enesi, dhe gjyshja pas nesh, ndërsa këtu nëna dhe vetëm Enesi, një mashkull, thonë dietarët se ndoshta kjo mund të jetë histori tjetër. Pra ka ndodhur prapë diçka e tillë. Ose thonë mund të jetë një mënyrë që të dy transmetimet të bëhen bashkë. Mund të jetë një histori, por duke i dhënë interpretimin e saktë, kupton që është e njëjta ndodhi. Ose thonë shihen transmetuesit e këtij hadithi dhe hadithi tjetër, transmetimi tjetër. Nëse ka në këtë transmetim transmetues me memorie jo të fortë, atëherë jepet përparësi atij zinxhiri që transmetuesit e të cilit janë me memorie të fortë, të sigurt në transmetimin e tyre. Ky është hadithi, ka dhe një hadith tjetër në këtë temë, që inshallah mund ta mbyllim nesër mbas akşamit. Simet do t'i kemi tash mbas akşamit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.